No, non vale. Lo voglio mangiare anch'io. Atëre do bëjmë edhe kjo është pasta sfoglia, nuk është nga ajo që bën byrekun. Edhe unë do ta bëj, i thon tuja në Itali, le cipoline. Do ta pres tani dhe do ta mbush me gjona. Edhe si që shikoni do ta pres në këtë mënyrë. Nuk e gjemë. Atëre do ta mbush me, tu kam ngrirë qep, prosciutto, kam ngrirë dhe prosciutto, i kam edhe pak rigon edhe pak fare salsë. Tu kam ngrirë edhe galbaninën, e kuptove që do bëj mami? Tu kam ngrirë dhe galbaninën, i ta edhme dhe një të verë veze, që do t'ja vendosim lartë në fund fare. Ajde të bëjmë mbushje. Do lëmë dhe për të tjera, se kemi dhe 4 të tjera për dhe. Së bëti mbushje. Ja dhe mbylljen si e ben. Tani do t'i bëjmë vezë. Okej, do t'i bëj video në tjetër, se u fliste burri me vjerin dhe kur të bëj atë tjetërin, do t'u shpjegoj sërish që shkysh do t'a bëj. Atëre, këto do t'i fus në furja, si që shikoni. Përgatisim të tjera. Të do të hapë të tavolina, pastaj do heq ato dhe do vendos këteja. E njënta tepsi. Edhe ja, e frej. Mbushim dhe këto. Mbushje dua një qika. Edhe tani do t'i shtojmë galbaninën. Se qysh e thash pak më parë, po fliste burri me tjatin dhe nuk është normale që të dëgjojmë bisedat. Edhe unë detyrimisht i mbylla ato, se do t'i fusem në furrë. Dhe ja, procedimenti është ky. Nëse doni mund ta lini dhe prosciuton, ke parasysh ta prisni kështu me thikë në copëza të vogla. Unë zakonisht e kam pres gjithmonë me thikë, po na që vaj t'i vonë edhe e griva.
Mbyllja është një shqip e vështirë, por do t'ja dalim. Këto quhen cipollina se janë të mbushura me qep edhe me prosciutto, prandaj quhen cipollina. Edhe ja. Mund të marrë do të sem pa tepsi, edhe detyrimisht. Ja, këto janë bëja në këtë mënyrë, mund t'i marrin dhe fëmijët në shkollë. Janë të thjeshta, janë të shijshme, edhe mund t'i japin e fëmijëve që t'i hanë si merenda. Atëre tani I bëjmë dhe rrezën lartë, se që shikoni që të vinë majnat në ngjyrën e bukur. Edhe kjo ja.